rekomandim të cilin e ka lëshuar Akademia e Shkencave të Shqipërisë, që sigurisht ka prestigjin e vet dhe është i rëndësishëm si dokument, madje do të thosha që merr formën e një traktati institucional, sepse përveç se këtë dokumente kanë nënshkruar njerëzit më kompetent të artit muzikor në Shqipëri dhe jo vetëm të këtij arti, por kompetent edhe në fusha të tjera, sepse aty kishte pedagog, profesor, kishte dekan, kishte njerëz që janë marrë gjatë me artin muzikor, janë marrë gjatë me artin muzikor, jo thjesht si profesion, por janë marrë edhe si mision me artin, duke e përcjellë nëpër breza. Pra ky dokument është shumë i rëndësishëm sepse ofron një sër rekomandimesh për institucionet e tjera vendimmarrëse. Pra, ky dokument në tërësinë e tij ka një bazë shkencore, një bazë didaktike, një bazë pse jo dhe profilaktike që institucionet të marrin masa dhe të përdorin gjithë fuqinë që i jep ligji, po pse jo edhe misioni dhe kombëtar, sepse ne kemi në kushtetut që të aspirojmë për çështjen kombëtare, po pse jo dhe muzika të mos bëhet një çështje kombëtare, që të ndihmojmë në futjen e muzikës në një prioritet, pra shndrimin e muzikës në një prioritet kulturor. Do të thotë që shteti duhet të marrë në dorë aspektet kryesore që e rëndojnë sot artin muzikor në Shqipëri, duhet të marrë në dorë statusin e artistit, sidomos statusin e kompozitorit, duhet patjetër që shteti shqiptar të krijojë kanalet e nevojshme, qoftë komunikimit, qoftë institucionale, qoftë financiare, që të krijohen pra aspektet, të krijohen bazat për porosi shtetërore mbi artin muzikor. Pra shteti, për evente të caktuara, për përkujtime të caktuara, për data të caktuara, për konkurse të caktuara, pse jo për kompeticione botërore, të porosis vepra, por edhe për të shërbyer vazhdimisht